Pamjet po dalin që janë vjedhur nga një kompani kineze. Ministria e Mbrojtjes ka konfirmuar për nacionale se nuk kanë autorizuar kompaninë e Ridvan Aliut për prodhimin e dronëve të tillë. Çka thuhet në përgjigjen e ministrisë? Made in Zilan, përveç se natyrisht Made in Kosova. Droni Kamikaz K1 arrin shpejtësi maksimale prej 180 km/h e lartësi deri në 2500 metra, ndërsa skifteri arrin në 5000 metra lartësi, hapësirë operuese 20 km dhe shpejtësi prej 270 km/h. Kështu kishte shkruar në Facebook kryeministri në detyrë Albin Kurti me 8 nëntor të vitit 2025, pasi kishte vizituar kompanitë që po merreshin me prodhimin e dronëve ushtarak. Aty ishte pritur nga pronari i kompanisë Future Minds Academy Ridvan Aliu. Ridvan Aliu me 18 janar të këtij viti ka shpërndarë në Facebook një video duke thënë se janë pamje nga testimi i dronit Kamikaz skifteri K1. Ani pse mori vëmendje të madhe në opinion, një pjesë e videos rezultoi se ishte marrë nga një kompani kineze që prodhonte dron ushtarak kinez, ndërsa pjesa tjetër e videos rezultoi të ishte video tjetër e rregulluar në montazh dhe me efekte që bënin momentin e shpërthimit të dronit Kamikaz të duket sa më real e më dramatik. E shpresat që një kompani vendore ka nisur prodhimin e dronëve ushtarak i ka shuar edhe Ministria e Mbrojtjes. Në një përgjigje për Gazetën Nacionale, Ministria ka deklaruar: Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me Odën Ekonomike Amerikane të Kosovës, gjatë muajit tetor të vitit të kaluar, kanë zhvilluar një aktivitet të përbashkët të vlerësimit të individëve dhe kompanive kosovare që punojnë në inovacion dhe zhvillim të dronëve të vegjël komercial dhe atyre për përdorim të mundshëm për përdorim të dyfisht, civil dhe ushtarak. Në atë aktivitet janë vlerësuar inovacionet e disa inovatorëve të dronëve me helika rotor dhe jo dronëve me krah, fixed wings. Vlerësimi është bërë nga ekspertët e fluturakëve pa pilot të FSK-s. Në mes të inovatorëve të vlerësuar ka qenë edhe kompania Future Minds Academy, e cila është vlerësuar me çmimin e parë për prototipin e dronit me helika, jo të ndonjë lloj droni tjetër, pra as të dronit që është prezantuar si skifter K1. Pra Ministria e Mbrojtjes po konfirmon për nacionalin se kompania Ridvan Aliut është vlerësuar me çmimin e parë për prototipin e dronit me helika, por jo edhe dronit që është prezantuar nga Ridvan Aliu si droni Kamikaz skifter K1. Gjithashtu Ministria ka theksuar se nuk është përfshirë në asnjë testim të këtyre dronëve. Ministria e Mbrojtjes nuk ka qenë në asnjë mënyrë e përfshirë në asnjë testim të dronit të prezantuar si skifter K1. Bazuar në njohuritë tona, asnjë nga institucionet e Kosovës nuk ka qenë pjesë e ndonjë testimi të tillë. Tutje, Ministria ka bërë të ditur se as ata, as KFOR-i e as institucionet e tjera relevante nuk kanë lëshuar leje dhe nuk kanë dhënë autorizime zyrtare për aktivitete të tilla. Në Republikën e Kosovës, autoriteti për dhënien e lejeve të fluturimeve në hapësirën ajrore është komandanti i KFOR-it në bashkëpunim me Ashna dhe nuk kemi informacion se kompania në fjalë ka një leje të tillë. Ministria e Mbrojtjes nuk ka lëshuar asnjë leje dhe as nuk ka dhënë autorizim zyrtar për ndonjë aktivitet të kësaj natyre. Krejt në fund, Ministria ka thënë për nacionale se inkurajojnë dhe mirëpresin çdo inovacion teknologjik në fushën e dronëve që synon zhvillimin dhe prodhimin vendor në Republikën e Kosovës, përderisa janë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standardet përkatëse. Si përfundim, i bie që kompania Ridvan Aliut nga Zilani ka mashtruar opinionin saj përket testimit të dronëve dhe prodhimit të këtyre dronëve ushtarak, pasi që të njëjtit nuk janë licencuar ose autorizuar për çështje të tilla. Qytetarët kanë rënë viktimë e pamjeve të vjedhura nga kompani kineze që Ridvan Aliu i ka paraqitur në Facebook, sikurse testime të dronëve ushtarak të prodhuar në Kosovë. Ne kemi provuar nga Gazeta Nacionale të kontaktojmë edhe zotrin Ridvan Aliu, por i njëjti nuk ka kthyer përgjigje deri në momentin e publikimit të kësaj video.